Mirëmëngjesi njerëz të mirë. Ne në jetë kemi ëndra të cilat duam t'i realizojmë. Por që t'i realizojmë ato, kërkohet disiplinë e përditshme. Ëndrat nuk realizohen sepse thjesht kemi dëshirë. Por vetëm ne nëse fillojmë të veprojmë përdit dhe nga pak. Ka ditë që nuk kemi motivim. Ka mëngjese që nuk duam të çohemi nga krevati. Por, kur ne jemi të fokusuar tek ëndra jonë dhe vazhdojmë edhe kur ne nuk kemi dëshirë, ne ushqejmë forcën tonë dhe ndërtojmë kështu versionin më të mirë të vetes tonë. Disiplina është kur ti qëndron fjalës tënde edhe kur askush nuk të shikon. Kur ti thua vetes jo për gjëra që ty të largojnë nga qëllimi yt. Dhe kur ti zgjedh rrugën e vështirë, sepse e di që ajo do të çojë më lart. Mos harro, nëse përpiqesh me hapa të vegjël por çdo ditë dhe pa u dorëzuar, atëherë je shumë afër ëndrës tënde. Nuk është nevoja të jesh perfekt. Mjafton të jesh i përkushtuar, sepse disiplina nuk është kufizim, por është liria që t'japin arritjet e tua. Dhe një ditë, kur ti të shohësh veten, do thuash me krenari, ja vleti që nuk u ndala. Faleminderit që më shikoni dhe ju uroj një ditë të mbar. Mirupafshim.